Një pjesë e një anije kozmike e sovjetike e nisur që në vitin 1972 pritet të hyjë në atmosferën e tokës ditën e sotme. Bëhet fjalë për sondën Cosmos 482, e cila ishte dërguar nga Bashkimi Sovjetik drejt Venusit, por për shkak të një defekti mbeti në orbitën e tokës për më shumë se 50 vite. Sipas Agjencisë Evropiane të Hapësirës, hyrja e saj në atmosferë parashikohet të ndodhë rreth orës 7:49 të mëngjesit me orën lokale të Shqipërisë me një marrësh gabimi prej plus minus 4 orë e 26 minuta. Pra, çdo moment të orës 3:23 dhe 12:15 të paraditës sipas orës lokale në Shqipëri. Cosmos 482 ka një trup të fuqishëm titane me një diametër rreth 1 metër dhe peshon rreth 495 kg, mjaftueshëm e rëndë dhe e qëndrueshme për të mbijetuar gjatë hyrjes në atmosferë dhe për të arritur deri në sipërfaqen e tokës. Shqetësues është fakti se askush nuk e di me saktësi ku do të bjerë. Zona e mundshme për rënje përfshin një brez të gjerë të tokës mes 52 gradë gjerësi veriore dhe 52 gradë gjerësi jugore, duke përfshirë pjesën e Europës, përfshirë edhe Shqipërinë, SBA-n, Amerikën Latine, Afrikën, Australinë dhe shumë vende të tjera. Ekspertët thonë se me që 71% e tokës është mbuluar me ujë, gjasat më të mëdha janë që sonda të bjerë në det ose në oqean. Megjithatë, rënja në një zonë të banuar nuk përjashtohet plotësisht. Objekti është i rëndë dhe mund të ketë një fuqi shkatëruese, paralajmëroi eksperti Jonathan McDowell. Ai theksoi se për shkak se hyrja është e pakontrolluar, askush nuk mund ta ndalojë apo ta devijojë. Deri tani agjencitë hapësinore po ndjekin me radar dhe teleskop trajektoren e sondës, por informacionet për vendndodhjen e saktë të rënjes do të jenë të mundshme vetëm pak para hyrjes në atmosferë. Qytetarët këshillohen të qëndrojnë të informuar, sidomos nëse jetojnë në zona që mund të përfshihen në këtë brez.